Zoja Kërmadhi, kam dy pyetje. E para, ju do kërkoni gjykim normal? Normal. Normal. Jo të shkurtuar? Jo, të shkurtuar. E para. Unë s'kam si ta kërkoj gjykimin e shkurtuar. Jo, pyeta. Sepse unë dëshmitarin kryesor... Janë thjesht pyetje pa ndonjë tendencë, Monika. Dëgjoj, dëshmitari im kryesor është Adrian Shatku, Edi Rama, Damian Gjiknuri dhe Eduard Shalci. Këto janë 3 dëshmitarët e mi kryesor, të cilët janë provat e mia shfaqësuese. Sepse nëse ligji ka ardhur i propozuar, ligji për minerat ka ardhur i propozuar nga qeveria shqiptare, i bie që unë kam korruptuar Edi Ramën, dhe me çfarë jam korruptuar Edi Ramën që ka sjell ligji për minerat. Jemi okay. Një, e dyta. Ju e dini, ju s'mund t'jap shumë detaje se mund të përfundoj edhe vetë aty. Mund t'jem të lista dëshmitarëve për rastin e Zotit Meta. Jo, je dhe ti, po ti ke atë intervistën tënde me Elvis Mata, që Elvis Mata, kur ka bërë dëshmin pastaj mbas intervistës me ty, nuk ka pranuar asnjë nga ato që t'ka thënë. Po deshe ta japë edhe dëshmin, se i kam unë gjitha. Të lutem, s'mu të flas dot për ato tani, se ka vite, po unë kam dhe intervistën që ka fillu procesi. Gjithsesi, pyetja që kam është kjo. Nëse kujton, kur ka filluar procesi dhe cili ka qenë prokurori që ka filluar këtë proces, po ta bëj këtë pyetje dhe po t'jap dhe një element, sepse unë kam këtu një proces verbal që e kam marrë unë personalisht. Proces verbal i mban datën 22 korrik i vitit 2021. Dhe unë kam dorëzuar aty këto filmimet që përmendet janë 4 orë mos gaboj intervistë. Pra është viti 2021. Pra shumë për para se ne të merë një vesh që pastaj e mori... Ja, ta themu çështja. Ja, 1 minutë e diçka, të mos i ngatrosh. Çështja ka filluar në shkurt të 2018-ës. Dhe e ka filluar Altin Dumani për Çes Dia. Më dëgjoj. Mbas shkrimit që është bërë shkrimi, ja tregoj unë historinë. Është bërë shkrimi në Birë. Jo, të lutem. Unë kam një... Dhe shkrimi në Birë e ka bërë ajo, si e ka ajo gazetarja Lindita Kush? Lindita Çela. Jo, të lutem. Lindita Çela, të cilin shkrimin e ka ideuar Lulzim Basha. E kemi folur këtë gjë, po të lutem. Çfarë do të pyes? Për çfarë po të pyes? Sepse në këtë proces verbalin që kam unë këtu, thuhet që procedimi thot është vendimi i prokurorit i datës 22 korrik i vitit 2019. Po të pyesë më kot, se më duket janë disa bashkime. Ndërkohë unë kam vajt 2021. Spaku arrestoi 2024-ën. Edhe është një gjë që asun s'po e kuptoj qartësisht se çka ka ndodhur. A fatet, po prandaj kam bashku çështjet ato, që të kapnin afatet dhe më dëgjoj një sekond. Çështja është regjistruar ke krimet e rënda dhe e ka marrë Altin Dumani. Më pas sepse ligji për Spakun është kaluar që në 2016-ën. Dhe në 2020, në korrik të 2019-ës ka hyrë Spaku në fuqi dhe pastaj ka ecur me këtë gjë. Problemi është që hetimet në Çes Diën ka filluar që në shkurt të 2018-ës. Dhe normalisht, prandaj një nga arsyet dhe për 7 vjet hetime, sa i bie, pra 8 vjet hetime që kanë bërë, pra e kanë hetuar Ilir Meton, kryetar parlamenti, president, për gjitha gjërat, në hetim e kanë mbajtur për 8 vite, pavarësisht se nuk e kanë regjistruar në protokoll, se të përdorin të kleçkën, se këto, po themi, si mund t'i quajmë këto mënyrat, teknikalitetet që ta përdorin, nuk e regjistrojnë në protokoll, për shkak që të mos ju mbasin afatet, sepse për nga 2 viteve duhet ta mbaronin hetimin, e mbani si të hapur çështjen, së bashku për Petrit Ahmetin, për Arjan Laçin, për Kasilot Ismailaj, ndërkohë që Kasilot Ismailaj ka mbaruar dënimin, ata vazhdojnë dhe hetonin prap gjasme, të njëjtën gjë e cila është gjykuar 2 herë, edhe në arbitrazhe tjera, vetëm për të mbajtur Ilir Metën. Dhe në akuzën që vjen 240 faqe, nga këto keni vetëm 35 faqe janë për Çes Dian. Nuk ka më asnjë gjë tjetër. Nëse mbani mend, mediat u mbushën atëherë që Ilir Meta ka flet në një hotel me Kasilot Ismailaj. Erdhi letërporosia nga Çekia, s'kishte flet më vlla. Se gjithë u shqetësuan, thanë, ore ky, pas ka flet me i dhom me Kasilotin, çfarë po bën Baki? Nuk kishte flet. As me i dhom, as me hotel me Kasilotin. Monika. Çfarë kanë bërë? Është një lojë që Altin Dumani, çështjen e Metës, e mori si një çështje që do bënte krye prokuror dhe do bënte dashnori amerikanëve. Shumë mirë prokuror që dashurinë e Jurikimit t'ia kthej ke fëmijët e vet. Ta shoh se sa do t'ia shpërblej Jurikimit. Por Jurikim do t'japi llogari për atë tigrin 1, tigrin 2, tigrin 3.
që qeveria shqiptare pagun $80.000 në ditë vetëm qera, pa llogarit parkimi që duhet ta pagojnë ata. Dhe këto para, a japë Altin Dumani prokuror, aty japë për çfarë janë? Në këtë proces, hetimi, ka mbaruar pra. Hetimi ka mbaruar. Është e vërtet që dëshmitarët, sepse unë jam prezent në disa procese që ndiqen që po zhvillohen gjykat, mua më kanë nxjerrë gjykat trupi gjykues nga seanca, sepse ka thonë ty do të thres dëshmitar dhe duke qenë këtu brenda ti dëgjon dëshmitë të tjerëve dhe mund të ndryshosh dëshminë tënde. Por në rastin e zotit Meta, se çështjet kam ndjekur unë, realisht kanë qenë çështje që kanë bëjnë me krimin organizuar. Në rastin konkret, pra të zotit Meta, në vetvete, hetimi, dëshmitë, të gjitha provat janë marrë, edhe nuk është se përbën ndonjë rrezikshmëri që dëshmitarët mund të ndryshojnë deklarimet e tyre. Tash, përfshirë dhe mua. Por, në raste, meqense gjykata, se problemi tani nuk është më spakur, është gjykata. Dhe meqense gjykata nuk e kanë ndjekur këtë procedurë deri tani, e gjykon që edhe në këtë rast, për shembull në rastin e Veliajt, po sot, njëri nga të pandehurit tha ne nuk duam të jetë live, tjetë procesi live. S'dua unë të dalë në ekran dhe familjarët e mi të më shohin. Por në rastin konkret, ajo që ndodhi sot ishte tjetër gjë. Ata e lanë vetëm që të shohin një perceptim të publiku për Ilir Metën, i lanë kamat aty të dera, e pastaj të prem. Monika, të lutem, që tani përveç të jetë, kena hapësirë edhe kolegët. Ta vazhdoj, por ka një moment, në qoftë se ti në sallë, Abileka, lë gazetarët, jo gazetarë do jenë. Po ka dalë pastaj, unë ngesaj kamerës, po? Dhe gazetarë është me celular. Para se të vim të kjo, duhet live, para se të vim kjo, po jap të argument, që ne majsa pam live, ne pam një gjyqtare, që nuk lëviste as merte mundimin të diskutonte, nëse duhet dilte Meta nga i kafazi, apo jo. E këshën marrë vendimin para prakisht. Fare, e këshën marrë para se të kërkonin. Mere e mund të çfarë procesi duhet ky pa kamera. Jo live. Para prake, se kanë gjithë dosjen. Ore ty, Erion Çela, më dëgjoj sekond. Erion Çela e futi në burg dhe tha unë nuk e kam parë arrestimin e Ilir Metës mo. U çu prokurori dhe tha ne dënojmë mënyrën, nuk e kemi bërë ne ka për policia shtetit. Ai nuk bëri vleftësimin e masës që ti në momentin që arrestohesh, në bazë kodit procedurës penale ti duhet bësh vleftësimin. Është arrestuar në mënyrë të ligjshme apo në mënyrë të paligjshme. Ti po të kishe një gjykatë të pa varur, automatikisht të nxite Ilir Metën për mënyrën se si është arrestuar. Se e ke arrestuar në mënyrë të paligjshme. Ti si gjyqtë... Ore, mos pretendoni që kemi bërë reformë drejtësi. Ne kemi bërë manualin e dashurisë Romana Vlautin me Donald Lun, kaq. Këtë kemi miratuar ne. Ne kemi certifikuar e një dashurie romantike, dashuri në kohën e kolerës, kjo është, asnjë gjë tjetër.